Në të gjitha kuptimet, qeveria dhe qeverisja njihen si institucion shërbestar ndaj popullatës, ndërsa ne shqiptarët i njohim prej 10 vitesh si një çet arrogantësh, hajdutësh, të cilët veprojnë kundër popullit që i sjell, i mban, i ushqen, duke i sakrifikuar. Do flas për shërbimin shëndetësor në Shqipëri. Të gjithë jeni dëshmitar se keni shërbimin shëndetësor më të keq në rajon. Më të keq nga gjithë vendet e Ballkanit. Dhe kjo nuk është se e them unë, e thon statistika. Shqipëria ka numrin më të ulët për banor, për mjek për banor, 1 mjek për 1.000 banor. Ndërkohë që ka numrin më të madh të policëve për banor në gjithë rajonin dhe në gjithë Evropën. Ne shqiptarët kemi si fjalë mes njëri tjetrit, që të kemi shëndeti është i pari. Por, qeveritë e Shqipërisë kanë investuar minimumin rajonal dhe botëror në favor të shëndetit njerëzve. Vetëm 2.8% e të ardhura kombëtare, që në 2021 nga shkutej në 3.4%, shkojnë për shëndetin e njerëzve. Ndërkohë që shqiptarët, populli më i varfër i Evropës, paguajnë direkt nga xhepi i tyre 60% të shpenzimeve mjekësore. Dhe këtë nuk e them, nuk është propagandë, e thot banka botërore. Por, për opinionin tim do të jetë akoma më i lartë. Sot, shqiptarët e varfër, megjithëse paguajnë taksa më shumë se gjithë në rajon, kama jetë të heqë, jo me kam, jetë të profime të urte. Kama jetë të heqë. Prendimi për mjekësinë falas u kthye në një mat për gjithë shqiptarët. Dhe kryeministri i vendit nuk e mbajti fjalën për mjekësi falas. Sot shqiptarët e varfër paguajnë më më shumë se sa gjithë popujt e rajonit, të Evropës, ndoshta e të botës, direkt nga xhepi për shërbime shëndetësore. Kjo është një kauzë e fortë për të cilën Rama duhet kishte ikur me kohë. A e dini sa makina janë nisur nga diaspora për ta shtunën këtu? Dita kur ky jap dorëheqjen, e më pas dita kur ky të përfundoj prapa hekurave, do jetë fest kombëtare! Mirë brava Tiranë, mirë brava Rini, mirë brava Shqipëri! Unë jam një studente që kam qenë pjesë e kësaj proteste nga dita 1. Dhe më lejoni t'ju them,
që ky vend do ta marrë lumi për sa kohë do ketë shqiptar që do ta mbrojnë. Sot kam ardhur këtu për të treguar se si kjo qeveri po na shtyp çdo ditë. Unë jam një studente duke mbaruar bachelorin dhe më vjen keq kur dëgjoj moshatarët e mi që kur pyeten thonë e ardhmja jonë është jashtë. Nëse ne marrim çdo pllëm të kësaj toke, vendi ku ka shqiptar me shumicë është aeroporti, ku po bëhen planet për t'ikur jashtë. Se njëri mi që shef vetëm të ardhmë me aeroportin, qeveria ka dështuar! Më vet në shpirt kur shoh që njerëzit deshen spitaleve private, sepse për fat të keq, kostot në spitalet shtetërore nuk kanë asnjë diferencë me ato private. Ky është bilanci i qeverisë, spitalet poshtë, rinia jashtë dhe xhepat poshtë. Por kjo gjë do të ndryshojë. Ne do jemi ata që do ndryshojmë dhe do i vendosim përfundimisht pikat mbi i të qeverisë dhe do i tregojmë që ky vend qeveriset vetëm nga shqiptarët! Revolucion! 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 Kjo protest po rritet ditës. Çdo natë nuk resh një së na surprizuari, gjithmonë ka më shumë. Përshëndetje, Roma Shqipe. Nga qyteti Kavaja është këtu me ju. Jetoj në Itali, kam 26 vjetë në migrim, kam marrë tekstilët e universitetit, për shpore të qeverinë, si Sala, si Indi Rama, janë bitë e komunizmit. Poshtë komunizmit! Poshtë komunizmit! Shqipëria bëhet me shqiptarë të ndershëm. Shqipëria bëhet me ligje. Ku mbi ligji, ku mbi gjithë shqiptarët, komandon ligji. Ligji duhet të dënojë. Kush e vjen popullin shqiptar, kush e vjen troje shqiptarët. Vdekje tratarëve. Shqipëria shqiptarëve, vdekje tratarëve. Revolucion! Revolucion! Ka punë për Shqipëria, ka qenë vazhë, puna, i ndershëm, që e dua Shqipërinë, që nuk korruptohen. Ju falenderoj të gjithëve, mos u dorëzoni, vini të shumë. Kam poshtë të vini të komunistit, i pasmeset e komunistëve, për 35 vjetë në komanduar të mesat e nipat e komunistëve. Mjaft me këto komunista. Mjaft me Shalën, me Etinon, pa mërsi, pa ujë. Akoma në 2026 nuk flasim për ujë. Për shëndetësi, kur vdesin njerëzit. Kush nuk ka mundësinë të kurohet. Për çfarë do flasim? Për pensionin, që vetëm për ujë, drita, ilaçe. Që do haj populli? Revolucion! Shqipëria shqiptarë, vdekje tratarëve. Forza! Forza Shqipëria! Forza Komunizmo do bëu! Forza do zonë!
Come vedete, il popolo albanese è un popolo che ha il coraggio, ha avuto il coraggio di fare vedere a tutto il mondo che un tiranno come Edi Cane era solo un pallone gonfiato. Quindi so che tanti di voi siete con noi, col spirito, col cuore, con la vostra mente, però ci serve di più, ci serve il vostro sostegno, ci serve il vostro appoggio, quindi venite, fatevi vedere, fatevi sentire. Sappiate che siamo nella stessa nave, non solo voi, ma tutto il mondo. E sappiate che i tiranni che ci hanno tenuto sotto i loro piedi, ci hanno schiacciato, questi tiranni si nascondono sotto la stessa coperta. Quindi gli albanesi aiutano anche voi. Grazie. Faleminderit, shqiptar. Jeni Mos të harroni të përshëndesim gjithë mediat e huaja që na transmetojnë live, që ka quar të revolucion në të gjithë botën. Sot kërkim, bota ka parë kush janë shqiptarët e vërtet, ata që janë të nëshës, të cilë po bëjnë një revolucion pajistar dhe jo të hodhërë. Përshëndesim me gjithë gazetarët që janë këtu me ne, ata e qytetarë, jasin të gjithë neve, pavarësisht se punojnë në media të cilat e kanë bojkotuar, për gazetarët janë me ne. Mos harroni! Dhe tani, rave ju, kalon ju. Brava për Perishapur! 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 Unë që e manaj Smilli, jam nga Vlora. Qërisht e migrante dhe t'ja s'posh për edhe juve, që gjithse cili të bjeri një palë të punë këtu, që t'i tregojnë kryeministrit, sa prej nesh mungojnë, sa prej nesh ka larguar me këto politika, sa prej nesh ka larguar në t'i vend, t'i tregojnë shpopullimin që ka bërë shqiptarëve. Jam pak emocionuar sepse jemi shumë. Po jemi shumë më tepër. Krizja në jetën e në Shqipëri, që është në këtë situacion ku shohim miqtar, prindrit, shohim gjyshrat tonë që vuajnë edhe nuk marrin asnjë gjë. Vekje ati që në ka tratu nuk populli shqiptar, ne jemi populli më i bukur që jemi shqiptar. Bravo pur, ishta pur, ishta pur. A ishte mirë në Shqipëri, se Shqipëria është një vend shumë i bukur. Na e lakmojnë që të gjithë. Në Londër, jam tepër emocionuar për gjithë këtë popull feminjum që ka marrë pjesë. Në besimtim të falenderoj bordën e institucionit, organizatorët kësaj revolucioni që më dhanë mundësinë të flas. Por në radhë parë kam një kërkesë dhe ndërtoj organizatorin. Është dita e 19 Stabosha e Qendrës së Syrit. Kjo është një sakrificë shumë e madhe. Edi Rama
nuk ik me fjalë, nuk ik kaq bukur. Në duket se Edi Rama na po luket. Sigur Edi Rama të lutem, a ka mundësi me padurheqë? Unë mendoj se ka momenti që t'japim fund kësaj revolte, të veprojmë me një strategji krejt ndryshe. Nuk ka më në shes që ndrojmë me fjalë se kush është Edi Rama, gjithë shqiptarët e dinë çfarë Edi Rama. Edi Rama e pat të gjitha mundësi që 14 vite, po ta kishte vullnetin e mirë, do të kishte mundësi ta ndryshonte Shqipërinë. Por ai armik i shqiptarëve. Ai nuk e don që Shqipëria të ndryshojë. Ju baj atë që do të start këtu. Duhet kalojnë në mos bini civile. Nuk kanë zhvillime tjetër. Duhet një strategji tjetër. Ashtë në dymshme, nuk kanë luftë paqe. Nuk shumë se piti. Mas qëndrojnë të mshe. Shkojnë mas kërkun banizohet shteti. Do të thotë Shqipëria. Nuk do të nami të ta falin qëtë popli, ata që nuk falin pjesë, pa muqëm. Do të falin që do t'i munduajmë dhe ata. Por, ju jeni më çmuar do të vlerësojmë për sakrificën që po bani. Do të blokojmë shtetin, do të paralizojmë shtetin. Parlamenti. Vite sistem kriminal, 35 vite sistem i cili e ka shtrembruar mënyrën se si njerëzit në Shqipëri shikojnë realitetin. E ka shtrembruar mënyrën se si njerëzit krijojnë raporte me njëri tjetrin. I ka syrë raportet midis familjeve, midis individëve, të gjitha për interesat e vogla të disa grupeve klienteliste. Nuk është çështja që komunizmi në Shqipëri u largua, po komunizmi ndryshoi fytyrë, komunizmi ndryshoi kostum. Nga kapelja me yll, njerëzit filluan të veshin kostumin, dhe me atë kostum bën biznes në Shqipërinë dhe nisën ta shesin copa. Fillojnë sistemi duhet të marrë fund. Këtu nuk është çështje një qeverie, këtu nuk është çështje ndrimit të një qeverie, nuk është çështje ndrimit të posteve, nuk është çështje e një reforme. Këtu është çështje e rindërtimit të Shqipërisë nga e para, sepse vetëm me rindërtimin e Shqipërisë nga e para, shqiptari mund të gjejë liri dhe vetëm ashtu Shqipëria mund të jetë me të vërtetën shqiptarëve. Revolucion! Ka një polic këtu, ish polic ka është kapelë dhe është bashkuar me neve. Bravo! Përshëndetje. Ju lutem, do në dëgjoni vetëm 10 sekonda. Me parametra shkencor, është gjetur deri tani me anketa, 90% e popullit shqiptar është me ju. 61% e popullit me parametra shkencor. Thot Ramarik. Pura, janë parametra shkencor, nuk janë vllazë me pazari. Prandaj është friksu ky zotëria këtu, se i lexon mirë. Si ka shkrujt mjeda joni mon ka shkrujt. Ka dalë timri me kosë në dorë, që se bari ka kosit, që të balconi pjallë me vorë, e plak shkrena t'i më rrit. Pura, nëse qonit toti! Fitoria do një të juja, e ardhja do tjetë, e t'mine tonë! Ju lutem
Qëntroni për smitën! Bravo! Zotin Beqos, Kingdom Junction! Martin Scholar. Membra Marini, jeni shumë bukur. Nga Franca, nga Nica, ju përshëndesim të gjithë. Ju adhurojmë. Bravo! Ço popull bëni një revolucion për të Shqipëri. Ne po thuajmë, unë kam ikur që në vjetën, po dua të kthehem në shtëpinë time. Nuk mundem më. Dua të shërbitemi. Po, nuk mundemi më. Ikojmë në Shqipërisë tonë. Ka vjetuar një Itali, jam në Francë, po si vëndi jonë nuk ka. Nuk e mbajtë një tërë, nuk dua ta të njemi. Po unë ka këtu nuk e qita do të pavën të një, e ka putur të vzekur. Dhe kjo është largimi, erdhe e qita në nëntimi të vzekur. Po buqoni për nëna tona, për babalarën tanë, një kujshti. Qoni të qitë. Ju dua shumë në përshëndes. Gjithnica është me ju. Gjithë Franca është me ju. Parisi, Italia. Të gjithë do fitë për të manë. Jemi vëndi në punë në botë. Jemi Shqiponia në punë në botë. Që në kohën në Europa, kur ne kemi Europën tonë. Marta qarikli është. Jemi shumë bukur. Jeni ju e ku do shtoj që unë i në Europë. Punoni për vëndin tuaj. Ju dua shumë. Dhe ju përshëndet. Nga një përshëndetit nga gjithë. Dhe ondon vetëm në revolucion që të bënim të Shqipëri. Nga vendi i pjesëlidhjes së shenjtë, kemi këtu një punëtor i cili ka ardhur nga Lezhë sot dhe do të dëgjohet nga ju. Mostra dhe flesër, pia dhe pizza i tokë të shrejt, belastë i mire, arbrove kastriote. Vitë nga qytetit letës të stikës të male, nga ka thirë Shqipëria, për t'i thëmë stop qeverisës të keqe, që menduan se pas të mdjetës nuk të jeton të me. Kjo qeveri, ka qeverisë pas të mdjetës, ka vetëm një trishim ka qeverisë komuniste. Nëse para të mdjetës, të vristit dhe të patagratit për të tojet të largoshën nga Shqipëria të Evropës, këto të vrastit që se vendos të kthesh të Shqipëri dhe të tosh të ardhë në blu. Ne jemi kundër asaj që populli shqiptar brenda dhe jashtë kufijve të ngellet në mshirën e fatit. Ne jemi kundra atyre që në vend që të largoni me shkelma ambasadorin sërb që kur Kristi Puçka në tullën e jasharëve, ata thirën për vizita, për teka, për taka, e Vučića e Paslića. Ne nuk jemi kundër investimit e të huaja, nuk jemi kundër zhvillimi, për si shtoti madhja të Kurti, ne jemi kundër hajnave, ne jemi kundër zhvillimikarve. Ta dhije qeverisë aktuale, e nuk presim që të zëvendësohet Rama me Berisha. Nuk presim atë